Imagjinoni një vajzë të re, gati një fëmijë ende, që qëndron para një mikrofoni në një studio të vogël. Zëri i saj është i pastër, i bukur, i mbushur me një dhunti të rrallë, por rreth saj, në botën ku ka lindur, ajo që po bën konsiderohet gati e paimagjinueshme. Sepse në atë kohë dhe në atë vend, që një vajzë e re të këndonte para njerëzve, të dëgjojë zëri i saj në radio, ishte një turp i madh. Ishte diçka që shoqëria nuk e pranonte, që sillte gjykim, pëshpëritje, dënim. Dhe megjithatë, ajo vajzë këndoi pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht presionit, pavarësisht asaj që do të thoshin njerëzit, sepse brenda saj dishte një zjarr që nuk mund të shuhej, një thirrje që nuk mund të mohohej. Ajo kishte një dhuratë, dhe ajo dhuratë kërkonte të dilte në dritë, sado e ashpër të ishte bota rreth saj. Dhe ajo vajzë e vogël që guxoi të këndonte kur kjo ishte ndaluar, do të bëhej një ditë mbretëresha e këngës së një kombi të tërë. Emri i saj ishte Neshmije Pagarusha. Për shqiptarët kudo në botë, e veçanërisht për ata të Kosovës, ky emër është i shenjtë. Ajo ishte bilbili i Kosovës, zëri më i bukur që lindi ndonjëherë në ato treva, një legjendë e vërtetë. Këngët e saj u bën himne, u kënduan në çdo shtëpi, u trashëguan nga një brez në tjetrin. Ajo ishte padyshim një nga zërat më të mëdhenj që ka pasur ndonjëherë muzika shqiptare. Por historia e saj nuk është thjesht historia e një zëri të bukur. Është mbi të gjitha historia e një guximi të jashtëzakonshëm. Sepse për të bërë ajo që u bë, Neshmija duhej të jente barriera që dukeshin të pathijeshme. Duhej të sfidonte një shoqëri të tërë, të përballej me gjykimin, të ecte kundër zhymës. Dhe ajo e bëri këtë me një forcë vendosmëri që të lë pa fjalë, duke hapur rrugën jo vetëm për veten, por edhe për të gjitha ato gra që do të vinin pas saj. Kjo është pra historia që do të tregojmë sot. Jo vetëm historia e këngëtares së madhe, por edhe ajo e vajzës guximtare që guxoi të këndonte kur kjo ishte ndaluar. Është një histori për talentin, por edhe për guximin, për vendosmërinë, për forcën e një shpirti që nuk pranoi të dorëzohej. Për ta kuptuar sa e madhe ishte arritja e saj, duhet së pari të kuptojmë sa e vështirë ishte bota nga e cila erdhi. Ne shpesh i shohim yjet e mvenj vetëm në kulmin e lavdis së tyre, kur gjithçka duket e lehtë, e natyrshme, e merituar. Por harrojmë se pas çdo suksesi të madh, qëndron një rrugë e vështirë, plot pengesa dhe sakrifica. Dhe në rastin e Neshmijes, ajo rrugë ishte edhe më e vështirë se e shumicës, sepse ajo nuk luftonte vetëm për të realizuar talentin e vet. Ajo luftonte kundër një mentaliteti të tërë, kundër tabuve të një shoqërie, kundër idesë se një grua nuk duhej të këndonte. Sepse për një burr në atë kohë, të bëhej këngëtar ishte një gjë, por për një grua ishte krejt tjetër. Një grua që dilte në skenë, që bëhej e njohur, që lejonte zërin e vet të dëgjohej nga të gjithë, konsiderohej se kishte kalluar një kufi që nuk duhej kalluar. Ajo rrezikonte reputacionin e vet, nderin e familjes, vendin e vet në shoqëri. Dhe pikërisht këtë kufi guxoi të kallonte Neshmija, ende një vajzë e re, në një kohë kur shumë pak do të kishin pasur guximin. Prandaj historia e saj është më shumë se historia e një këngëtareje. Është historia e një pioniere, e një gruaje që theu barriera, e një shpirti të lirë që nuk pranoi të nënshtrohej rregullave të padrejta. Është një histori që na frymëzon, që na tregon se çfarë mund të arrijë njeriu kur ka guximin të ndjek ëndrrën e vet, pavarësisht se çfarë thot bota. Dhe pikërisht këtë histori do ta zbulojmë sot nga fillimi, që nga ai fshat i vogël ku gjithçka nisi. Neshmije Pagarusha lindi në një fshat të vogël me emrin Pagarush, pranë qytetit të Malishevës në Kosovë, në pranverën e vitit 1933. Ishte një kohë e vështirë, në një vend të vështirë, ku jeta ishte e ashpër dhe mundësitë ishin të pakta. Fshati ku lindi ishte një vend i thjeshtë, ku njerëzit jetonin nga toka, nga baxhetia, nga puna e rëndë e duarve. Dhe në atë mjedis rurale tradicional, u rrit një vajzë me një dhuratë që do ta çonte shumë larg. Që fëmijë, Neshmija tregoi një dashuri të veçantë për këngën. Kishte diçka te zëri i saj, edhe në ato vite të para, që i bënte njerëzit të ndaleshin e ta dëgjonin. Ishte një zë i pastër, i bukur, i mbushur me një emocion natyror. Dhe ajo këndonte kudo, në shtëpi, në fusha, me zbukurisë e natyrës që e rrethonte. Kënga ishte pjesë e saj, gjuha e saj e parë, mënyra e saj për të shprehur atë që ndjente thellë brenda. Në atë fshat të vogël, mes kodrave e fushave të Kosovës, jeta rriste ngadalë, sipas ritmeve të vjetra të traditës. Njerëzit punonin tokën, rrisnin baxhetin, jetonin sipas zakoneve që ishin trashëguar nga brezat. Ishte një botë ku çdo gjë kishte vendin e vet të përcaktuar, ku roli i secilit ishte i qartë e i pandryshueshëm. Dhe në atë botë, kënga e një vajze mund të ishte diçka e bukur brenda mureve të shtëpisë, por jo diçka që dilte jashtë, që dëgjohej nga bota. E megjithatë te Neshmija e vogël kishte diçka që nuk mund të mbahej brenda mureve.
Zëri i saj ishte shumë i bukur, shumë i fuqishëm për të mbetur i fshehur. Kur ajo këndonte, edhe në ato vite të para, njerëzit ndallonin e dëgjonin, të mahnitur nga i zë i pazakont. Ishte sikur natura i kishte dhënë asaj vajze një dhuratë kaq të madhe, sa ajo nuk mund të mos dilte në dritë sa doja ashpër të ishte bota rreth saj. Familja e saj e vuri re herët këtë dhuratë. Dhe këtu nis diçka e veçantë në historinë e Neshmijës, sepse jo çdo familje në atë kohë do ta kishte mbështetur një vajzë me prirje të tilla. Shumë do ta kishin parë talentin e saj si një rrezik, si diçka që duhej frenuar, jo inkurajuar. Por në familjen e Neshmijës ndodhi ndryshe. Dhe kjo do të ishte vendimtare për gjithçka që do të vinte pas. Sepse fati i një talenti shpesh varet jo vetëm nga vetë talenti, por edhe nga rrethanat, nga njerëzit që rrethojnë, nga mbështetja që merr ose nuk merr. Sa talente të mëdha janë humbur në histori sepse nuk gjetën mbështetjen e duhur, sepse bota rreth tyre i shtypi para se të lulëzonin. Nechmia mund të kishte qenë një prej tyre, një zë i mrekullueshëm i humbur në heshtjen e një fshati. Por ajo pati fatin të kishte pranë vete njerëz që e kuptuan, që e mbështetën, që nuk e lanë atë dhuratë të tretej. Por bota në të cilën u rrit nuk ishte një botë që e mirëpriste këngën e një vajze. Ishte një shoqëri e mbyllur, tradicionale, ku roli i gruas ishte i përcaktuar rreptësisht. Një grua duhej të rrinte në shtëpi, të kujdesej për familjen, të mos dukej shumë, të mos dëgjohej shumë. Të këndoje para njerëzve, të dilje në skenë, të bëheshe e njohur, kjo ishte diçka që një grua e ndershme nuk e bënte. Ishte, në sytë e shumë njerëzve, një turp. Duhet ta kuptoj mirë këtë kontekst për të kuptuar sa i madh ishte guximi i Nechmijës. Në ditët e sotme, kur gratë këndojnë lirshëm, kur dalin në skenë pas një pengesë, mund të na duket e vështirë ta kuptojmë. Por atëherë, në atë kohë e në atë vend, gjërat ishin krejt ndryshe. Një vajzë që dilte të këndonte, rrezikonte jo vetëm gjykimin e vet, por edhe nderin e familjes së saj. Ishte një hap i guximshëm, gati revolucionar, që kërkonte një forcë të jashtëzakonshme. Dhe pikërisht këtu shfaqet një figurë kyçe në historinë e Nechmijës. Një njeri pa të cilin ndoshta ajo nuk do të bëhej kurrë ajo që u bë. Ai njeri ishte babai i saj. Në një kohë ku shumica e baballarëve do ta kishin ndaluar vajzën të këndonte, do ta kishin mbyllur në shtëpi për të ruajtur nderin e familjes, babai i Nechmijës bëri diçka të jashtëzakonshme. Ai e mbështeti vajzën e vet. Babai i Nechmijës ishte një njeri liberal për kohën e vet, një njeri me mendje të hapur në një mjedis që ishte gjithçka tjetër veç i hapur. Ai e pa dhuratën e vajzës së vet, e kuptoi se sa e veçantë ishte dhe vendosi të mos e linte atë yll të shuhej. Ai e mbështeti plotësisht në rrugën e saj artistike, e ndihmoi të përballonte presionin, qëndroi pranë saj kundër gjithë atyre që e gjykonin. Ishte një vendim guximtar edhe për të, sepse duke mbështetur vajzën, ai vetë sfidonte shoqërinë. Duhet ta çmojmë, sa e rrallë ishte kjo, në një mjedis ku presioni shoqëror ishte i fortë, ku mendimi i të tjerëve peshonte shumë, të merri anën e vajzës sate kundër gjithë shoqërisë, kërkonte një forcë të veçantë. Babai i Nechmijës duhej të përballej me pyetjet, me kritikat, me gjykimin e atyre që e rrethonin. Ndoshta i thoshin se po e turpronte familjen, se po lejonte diçka të papranueshme. Por ai qëndroi i palkundur, sepse besonte te vajza e vet, te dhurata e saj, te e drejta e saj për të ndëruar. Ky besim i një babai është një nga gjërat më të bukura që mund të ketë një fëmijë. Të dish se dikush beson te ti, se dikush do të mbrojë ëndrrën tënde, se dikush do të qëndrojë pranë teje kundër gjithë botës, kjo të jep një forcë të jashtëzakonshme. Dhe Nechmia e kishte këtë forcë, sepse kishte një baba që besonte te ajo. Ai ishte muri i saj mbrojtës, streha e saj, ai që e lejoi të ecte përpara kur gjithë bota i thoshte të ndalonte. Ndoshta babai i Nechmijës e kuptonte diçka që të tjerët nuk e kuptonin. Ndoshta ai e ndjente se vajza e vet kishte lindur për diçka të madhe, se ajo dhuratë e rrallë nuk ishte dhënë kot. Dhe ai vendosi të mos ishte ai që do t'i apriste rrugën, që do t'i shuante zjarrin. Përkundrazi, ai zgjodhi të ishte ai që do ta ndihmonte të fluturonte, që do t'i jepte krahet për të arritur lart. Ishte një dhuratë e madhe që i bëri vajzës së vet, dhurata e lirisë për të qenë vetvetja. Dhe historia do të tregonte se ai kishte pasur të drejtë, sepse ajo vajzë që ai mbrojti kundër gjykimit të botës, do të bëhej një ditë krenaria e një kombi të tërë. Emri i saj do të njihej kudo. Zëri i saj do të dashurohej nga miliona. Dhe gjithçka, çdo këngë e bukur, çdo triumf, çdo çast lavdie, do të kishte rënjë te ai vendimi një babai që guxoi të mbështeste vajzën e vet. Sa borxh i madh i ka bota atij njeriu të thjesht por të guximshëm. Mendoni sa e rëndësishme ishte kjo mbështetje. Një vajzë e re, e talentuar,
por e rrethuar nga një botë që e dënonte. Dhe pastaj një baba që i thot, jo, ti do të këndosh, unë do të jem pranë teje. Ajo mbështetje ishte gjithçka. Ishte forca që i dhanë fëmijës guximin për të ecur përpara. Siguria që i lejoi të ndiqte ëndrrën e vet. Pa atë baba, pa atë njeri që guxoi të mbështeste vajzën e vet kundër gjithçkaje, historia e muzikës shqiptare do të kishte qenë ndoshta krejt ndryshe. Kështu, me mbështetjen e babait, Neshmia e re bëri hapin që do t'i ndryshonte jetën. Ajo shkoi të këndonte në radio. Ishte ende shumë e re, gati një fëmijë, kur zëri i saj u dëgjua për herë të parë në Radio Prishtinë. Ajo u bë këngëtarja solo e asaj radioe kur ishte vetëm 14 vjeç. 14 vjeç, një vajzë që sfidonte një shoqëri të tërë, që guxonte të bënte atë që askush nuk priste prej saj. Radio Prishtina e asaj kohe ishte një vend i thjeshtë, gati i varfër. Kishte vetëm 3 dhoma, dhe vetëm njëra prej tyre ishte një studio e mirë. Teknika e regjistrimit nuk ekzistonte ende dhe programet transmetoheshin drejt për drejt në qast. Kjo do të thoshte se çdo gabim dëgjoi menjëherë nga të gjithë, se nuk ishte mundësi për të korrigjuar, për të provuar sërish. Ishte një sfidë e madhe për çdo, e aq më tepër për një vajzë kaq të re e të papërvojë. Mendoni për atë vajzë të vogël që qëndronte para mikrofonit në atë studio të thjeshtë. Nuk kishte pas vetes vite përvoje, nuk kishte teknologjinë që do ta ndihmonte. Kishte vetëm zërin e vet, talentin e vet dhe guximin për të dalë para një publiku të tërë. Çdo notë që këndonte, çdo fjalë, shkonte drejt për drejt te dëgjuesit pa asnjë rrjet sigurie. Nëse gabonte, gabimi dëgjohej nga të gjithë. Dhe megjithatë, ajo qëndronte aty, e vogël por e vendosur, dhe këndonte. Ky guxim në një moshë kaq të re tregonte tashmë forcën e karakterit të saj. Shumë të rritur nuk do të kishin pasur guximin të bënin atë që bënte ajo. Të dallesh para një publiku të panjohur, të lejosh zërin tënd të dëgjohet nga mijëra, të vësh veten në gjykim, kjo kërkon një forcë të brendshme të jashtëzakonshme. Dhe Neshmia e kishte këtë forcë që në fëmijëri, sikur kishte lindur me të, sikur ishte pjesë e vetçënies së saj. Dhe kur zëri i saj u dëgjua për herë të parë në ato valë, diçka ndodhi. Njerëzit që e dëgjuan u ndallën, të mahnitur. Kush ishte kjo vajzë me këtë zë kaq të bukur? Nga vinte ky talent kaq i rrallë? Ngadale, emri i saj filloi të përhapej, të kallonte nga goja në gojë. Njerëzit prisnin me padurim ta dëgjonin sërish, të shijonin sërish atë zë të jashtëzakonshëm. Dhe kështu, pa e kuptuar ende vet, ajo vajzë e vogël po bëhej një ill. Por rruga nuk ishte e lehtë, sepse ndërsa disa e admironin, të tjerë gjykonin. Dhe ajo duhej të ecte mes këtyre dy botëve, mes dashurisë dhe dënimit, mes admirimit dhe gjykimit. Ishte një ekuilibër i vështirë për një vajzë kaq të re, por Neshmia e mbajti atë ekuilibër me një pjekuri që të habiste, duke vazhduar të këndonte, duke mos u dorëzuar, duke ndjekur me kokforci ëndrrën e vet. Por Neshmia e përballoi këtë sfidë me një pjekuri që të habiste për moshën e saj. Ajo këndoi drejt për drejt, para gjithë atyre që dëgjonin, me zërin e saj të pastër e të bukur. Dhe njerëzit u mahnitën. Ata dëgjuan një zë të jashtëzakonshëm, një talent të rrallë që dilte nga një vajzë kaq të re. Ngadale, emri i saj filloi të përhapej, të njihej, të dashurohej. Yli i ri po linte në qiellin e muzikës shqiptare. E megjithatë, gjykimi i shoqërisë nuk pushoi. Për shumë njerëz, ajo që bënte Neshmia mbetej e papranueshme. Ata po shprisnin, e kritikonin, e dënonin. Për ta, një vajzë që këndonte në radio, që bëhej e njohur, që dilte nga korniza e ngushtë e rolit tradicional të gruas, ishte diçka që nuk duhej lejuar. Dhe Neshmia e ndjente këtë presion, këtë gjykim, çdo ditë. Ishte një peshë e rëndë për një vajzë kaq të re, por ajo nuk u dorëzua. Me forcën që i jepte dhurata e saj, me mbështetjen që i jepte babai i saj, ajo vazhdoi të këndonte. Vazhdoi të ecte përpara, pavarësisht gjykimit, pavarësisht përshpritjeve. Sepse ajo e dinte, thellë brenda, se kishte lindur për të kënduar. Se zëri i saj ishte një dhuratë që duhej ndarë me botën. Dhe asnjë presion shoqëror, sado i fortë, nuk mund të ndallonte atë thirrje të brendshme. Është e vështirë të imagjinojmë sot se çfarë do të thoshte të përballeshe me atë gjykim çdo ditë. Të dëgjoje përshpëritet kur kalloje, të ndjeje shikime dënuese, të dije se shumë njerëz mendonin se ajo që bëje ishte e turpshme. Për një vajzë të re, kjo duhet të ketë qenë një peshë e rëndë, një burim dhimbjeje, sepse askush nuk dëshiron të gjykohet, të dënohet, të shihet me sy të keq nga shoqëria ku jeton. Por Neshmia kishte diçka më të fortë se frika nga gjykimi. Ajo kishte dashurinë për këngën, thirrjen e brendshme që nuk mund ta mohonte. Dhe ajo kishte guximin për të ndjekur atë thirrje, sado i lartë të ishte çmimi. Ajo zgjodhi të mos e linte mendimin e të tjerëve të vendoste për jetën e saj.
Ajo zgjodhi të ishte besnike ndaj vetes, ndaj dhuratës së saj, ndaj ëndrrës që ditë brenda. Dhe kjo zgjedhje kërkonte një guxim që pak njerëz e kanë, sepse është e lehtë të ndjekësh rrymën, të bësh atë që presin të tjerët, të mos sfidosh kurrë status quo-n. Por të ecësh kundër rrymës, të sfidosh atë që shoqëria të thotë, të ndjekësh ëndrrën tënde edhe kur gjithë bota të thotë jo, kjo kërkon një forcë të jashtëzakonshme. Dhe Neshmia i tregoi këtë forcë që në rininë e vet. Ajo nuk u përkull para presionit, nuk e la shoqërinë t'i ambiste zërin. Ajo qëndroi e fortë, e vendosur, besnike ndaj vetes. Dhe ngadalë, me kalimin e kohës, diçka nisi të ndryshonte. Sepse sa më shumë ajo këndonte, sa më shumë njerëz e dëgjonin dhe e donin, aq më shumë gjykimi fillonte të zbutej. Talenti i saj ishte aq i madh, aq i pamohueshëm, sa edhe ata që dikur e kishin gjykuar, filluan të admironin. Bukuria e zërit të saj, të jente ngadalë muret e paragjykimit, hapte zemrat, ndryshonte mendjet. Dhe kështu, këngë pas kënge, Neshmia po fitonte jo vetëm famën, por edhe respektin. Ishte një ndryshim i ngadalt, por i thellë. Ata që dikur përshpërisnin kundër saj, tani ndaleshin ta dëgjonin. Ata që e kishin gjykuar, tani e admironin. Sepse talenti i vërtet ka një fuqi që pak gjëra e kanë. Fuqin për të shkrirë paragjykimet, për të hapur zemrat, për të ndryshuar mendjet. Ve talenti i Neshmies ishte aq i madh sa edhe muret më të forta të mentalitetit filluan të qaheshin para tij. Ajo mori pjesë në festivale të ndryshme muzikore, ku zëri i saj shkëlqeu mes shumë të tjerëve. Fitoi çmime, njohje, vlerësime. Çdo paraqitje e saj ishte një ngjarje, çdo këngë e re pritej me padurim. Ajo ishte bërë një nga emrat më të mëdhenj të skenës muzikore, një artiste që të gjithë e njihnin e respektonin. Dhe kjo njohje nuk ishte ardhur lehtë. Ajo ishte fituar me punë, me talent dhe mbi të gjitha me guximin për të vazhduar përballë çdo pengese. Në ato festivale e koncerte, Neshmia tregoi gjithë gamën e talentit të vet. Ajo këndoi këngë të llojeve të ndryshme, duke treguar se mund të përballonte çdo stil, çdo zhanër. Publiku mahnitej nga shkatësia e saj, nga aftësia për të kaluar nga një lloj këngë në tjetrin me të njëjtën mjeshtëri, dhe kritikët e vlerësonin lart, duke e njohur si një nga zërat më të veçantë e më të fuqishëm të kohës. Kështu, ajo vajzë që dikur ishte gjykuar, tani ishte bërë një il i vlerësuar nga të gjithë. Rruga kishte qenë gjatë e vështirë, por ajo e kishte përshkuar me sukses. Ve çdo çmim që fitonte, çdo duartrokitje që merrte, ishte një dëshmi tjetër se guximi i saj kishte pasur vlerë, se ajo kishte pasur të drejtë të ndiqte ëndrrën e vet. Barierat po tyheshin, një nga një, para zërit të saj të jashtëzakonshëm. Ky guxim, kjo vendosmëri për të ndjekur ëndrrën e vet kundër gjithçkaje, është ndoshta cilësia më e bukur e Neshmies. Sepse talenti është një dhuratë, por guximi për ta shprehur atë talent kundër një bote që të thotë jo, kjo është diçka tjetër. Kjo kërkon një forcë karakteri të jashtëzakonshme, dhe Neshmia e kishte këtë forcë. Ajo nuk pranoi të linte shoqërinë t'ia mbiste zërin, t'ia vriste ëndrrën. Ajo zgjodhi të këndonte, sado i lartë të ishte çmimi. Ndërsa fama e saj rritej, Neshmia kuptoi se, për të qenë vërtet e madhe, i duhej të mësonte më shumë, të përsoste artin e vet. Dhe kështu, ajo mori një vendim tjetër të guximshëm. Ajo shkoi larg shtëpisë, në një qytet të madh, për të studiuar muzikën. Shkoi në Beograd, ku ndoci për 3 vjet një shkollë muzike, duke studiuar këndimin solo, atë art të vështirë e të bukur të zërit. Ishte një hap tjetër i madh për një vajzë të re nga një fshat i vogël i Kosovës. Të largohesh nga shtëpia, të shkosh në një qytet të huaj e të madh, të studioje mes njerëzve që nuk i njihje, kjo kërkonte sërish guxim. Por Neshmia e kishte kuptuar se talenti natyror nuk mjaftonte. Ajo donte të bëhej një artiste e vërtet, me një formin të plot, me një zotërim të plot të artit të saj. Dhe për këtë ishte gati të sakrifikonte, të mundoj, të mësonte. Ky vendim tregonte një anë tjetër të karakterit të saj, seriozitetin, përkushtimin, dëshirën për të qenë vërtet e madhe. Neshmia nuk u mjaftua me talentin natyror, me suksesin e lehtë. Ajo donte më shumë, donte të përsoste artin e vet, të bëhej një artiste e plot. Dhe për këtë, ishte gati të linte rehatin e shtëpisë, të shkonte larg, të përballej me sfidat e një jete të re me një qytet të huaj. Të shkoje si vajzë e re nga një fshat i Kosovës në një qytet të madh si Beogradi, në atë kohë, ishte një aventurë e madhe. Ishte një botë krejt ndryshe, me ritmet e veta, me sfidat e veta. Neshmia duhej të mësojë me një jetë të re, të studionte në një gjuhë e mjedis të huaj, të përballej me vështirësitë të qenit larg familjes. Por ajo e bëri këtë me vendosmërinë që e karakterizonte, e vendosur të mësonte gjithçka që mundej. Në ato 3 vite studimi, Neshmia u zhyt në botën e madhe të muzikës klasike. Ajo mësoi teknikat e sofistikuara të këndimit solo, zbuloi thellësitë e operës,
studioi veprat e kompozitorëve më të mëdhenj të botës. Zëri i saj, tashmë i bukur, u disiplinua, u përsos, u pasurua. Ajo mësoi ta kontrollonte me mjeshtëri, ta çonte në lartësitë më të vështira, ta përdorte për të shprehur gamën më të gjerë të emocioneve. Ishte një transformim i vërtet, nga një talent i papërpunuar, jo artiste të formuar. Kjo formim klasik do të bëjë një nga sekretet e madhështisë së saj, sepse ndryshe nga shumë këngëtar popullor që mbështeteshin vetëm te talenti natyror, Neçmia kishte një bazë të fortë teknike, një zotërim të plotë të artit të zërit. Kjo i lejonte të këndonte gjithçka, nga këngët popullore më të thjeshta te arijet e operës më të vështira. Ajo kishte një gjerësi që pak këngëtar e kanë, një aftësi për të lëvizur lishëm me zanreve të ndryshme, dhe kjo e bënte vërtet të veçantë. Në Beograd, Neçmia studioi me përkushtim. Ajo mësoi teknikat e këndimit klasik, zbuloi botën e madhe të operës, të muzikës së shkruar nga mjeshtrit e mëdhenj. Zëri i saj, tashmë i bukur nga natyra, u pasurua edhe më shumë me këtë formim. Ajo mësoi ta përdorte atë me mjeshtëri, ta kontrollonte, ta çonte në lartësi që më parë nuk i kishte njohur. Dhe kur u kthye në Prishtinë, ajo nuk ishte më thjesht një vajzë me zë të bukur. Ajo ishte një artiste e formuar, e gatshme të mahniste botën. Kthimi i saj në Prishtinë shënoi fillimin e një etape të re. Ajo mbajti koncertin e vet të parë të muzikës klasike, duke kënduar arije nga operat më të mëdha të botës. Këndoi vepra nga mjeshtër të mëdhenj, arije që kërkonin një zë të jashtëzakonshëm e një teknikë të përsosur. Dhe ajo i këndoi me një mjeshtëri që la pa fjalë të gjithë ata që e dëgjuan. Vajza nga fshati i vogël po këndonte tani arijet më të vështira të operës botërore, dhe po i këndonte në mënyrë të përsosur. Mendoni sa larg kishte ecur ajo rrugë. Nga një fshat i vogël i Kosovës, ku kënga e një vajze ishte turp, deri te skena ku këndoheshin arijet e operës botërore. Nga një botë që e gjykonte, deri te një koncert ku ajo tregonte gjithë mjeshtrinë e vet. Ishte një udhtim i jashtëzakonshëm, i mundur vetëm nga talenti i madh, puna e pallodhur, dhe mbi të gjitha, guximi për të ndëruar dhe për të ndjekur atë ëndër. Ata që e dëgjuan në ato koncerte të para klasike u mahnitën, sepse të këndoje arije operistike nuk është e lehtë. Kërkohet një teknikë e përsosur, një kontroll i plotë i zërit, një aftësi për të përballuar pjesët më të vështira. Dhe Neçmia i përballonte të gjitha këto me një lehtësi që fshishte gjithë punën që kishte bërë. Ajo bënte të dukej e lehtë ajo që në të vërtetë ishte jashtëzakonisht e vështirë. Dhe kjo është shenja e vërtetë e një mjeshtri. Por ajo që e bënte të veçantë nuk ishte vetëm aftësia teknike. Neçmia mund të këndonte edhe muzikën klasike më të sofistikuar, edhe këngën popullore më të thjeshtë, dhe të duja me të njëjtin përkushtim, me të njëjtën dashuri. Ajo nuk e shihte muzikën populore si diçka më të ulët se ajo klasike. Për të, çdo këngë e bukur meritonte të këndohej me gjithë zemrën, dhe kjo gjerësi, kjo aftësi për të lëvizur mes botëve të ndryshme muzikore, ishte një nga cilësitë e saj më të ralla. Kështu, me formimin e vet klasik dhe me lidhjen e vet të thellë me muzikën populore, Neçmia u bë një artiste unike. Ajo bashkonte në vetvete dy botë që shpesh qëndrojnë të ndara, atë të muzikës së lartë akademike dhe atë të këngës së popullit. Dhe pikërisht ky bashkim e bënte kaq të pasur, kaq të veçantë, kaq të plotë. Ajo ishte një urë mes traditës dhe artit të lartë, mes popullit dhe akademisë, një artiste që i përkiste të gjithëve. Ky ishte një triumf i jashtëzakonshëm, jo vetëm artistik, por edhe simbolik, sepse ajo vajzë që dikur ishte gjykuar për guximin që kishte pasur për të kënduar, tani po tregonte se çfarë mund të arrinte një grua kur i jepej mundësia. Ajo po tujente bariera, po hapte rrugë, po tregonte se talenti dhe puna mund të kallonin çdo pengesë. Dhe pikërisht ky e bëri të veçantë, jo vetëm si këngëtare, por edhe si një simbol i emancipimit, i forcës së gruas. Vitet që erdhën ishin vitet e ngjitjes së saj drejt lavdis. Neçmia u bë gjithnjë më e njohur, gjithnjë më e dashur. Zëri i saj i veçantë, ai sopran i pastër e i fuqishëm, e bëri të dallohej nga të gjithë. Ajo kishte një gamë të gjerë, një aftësi për të kaluar nga muzika popullore te ajo klasike, nga këngët tradicionale te arijet e operës. Dhe kudo shkëlqente, me atë zë të mrekullueshëm që dukej se nuk kishte kufi. Por nuk ishte vetëm zëri që e bënte të veçantë. Ishte edhe prania e saj skenike, hieshia e saj, mënyra elegante se si sillej mbi skenë. Neçmia kishte një klasë, një bukuri, një dinjitet që të mahniste. Kur ajo dilte në skenë, të gjithë sytë ktheheshin nga ajo, dhe kur niste të këndonte, salla mbahej pa frymë, e magjepsur nga ai zë i jashtëzakonshëm. Ajo ishte një ill i vërtet në kuptimin më plot të fjalës. Zëri i saj kishte një cilësi që e bënte të dallohej menjëherë.
Ishte një sopran i pastër, i ktjellët, i fuqishëm, që mund të ngrihej në lartësi të mahnitshme dhe të mbetej gjithmonë i bukur, i kontrolluar, plot emocion. Kur Nexmia këndonte, njerëzit nuk dëgjonin thjesht një zë të bukur, ata dëgjonin një instrument të përsosur, të zotëruar me mjeshtëri, që përcillte çdo nuancë të ndjenjës. Ishte një zë që të hynte në shpirt dhe të mbetej aty. Por talenti i saj nuk ishte vetëm çështje teknike. Nexmia këndonte me zemër, me shpirt, me gjithë qenien e vet. Ajo e jetonte çdo këngë, e ndjente çdo fjalë, e përcillte çdo emocion. Dhe pikërisht kjo e bënte interpretimin e saj kaq të fuqishëm. Publiku ndjente se ajo nuk po shtirej, se çdo notë vinte nga një vend i vërtet, nga një ndjenjë e sinqert. Dhe kjo sinqeritet, kjo autenticitet, ishte një nga arsiet pse njerëzit e donin aq shumë. Prania e saj skenike ishte gjithashtu e jashtëzakonshme. Nexmia kishte një hijeshi natyrore, një elegancë, një dinjitet që të mahniste. Kur ajo dilte në skenë, me atë bukuri, me atë qëndrim, me atë siguri, të gjithë sytë ktheheshin nga ajo. Ajo mbushte skenën me praninë e vet, para se të këndonte qofte edhe një notë. Dhe kur niste të këndonte, magjia ishte e plot, salla mbahej pa frym, e pushtuar nga bukuria e asaj paraqitjeje. Ky kombinim i rrallë i një zëri të jashtëzakonshëm me një prani skenike magjepse e bëri Nexmien një yll të vërtet. Ajo nuk ishte thjesht një këndëtare e mirë, ajo ishte një dukuri, një artiste e kompletuar, një diva në kuptimin më të bukur të fjalës. Dhe njerëzit e adhuronin, e prisnin me padurim, e dëgjonin me mahnitje. Ajo ishte bërë dashura e një populli, zëri që të gjithë donin ta dëgjonin. Fama e saj u përhap përtej kufive të Kosovës. Ajo këndoi në Shqipëri ku u prit me dashuri të madhe. Këndoi në vende të ndryshme të rajonit dhe të Evropës, duke i çuar zërin e saj kudo. Ajo bëri koncerte në disa vende, madje edhe në toka të largëta, duke mahnitur publikun kudo që shkonte. Zëri i saj ka përceu kufit gjysore kulturor, sepse bukuria e vërtet nuk njeh kufi, dhe kështu Nexmia u bë një ambasadore e muzikës shqiptare në botë. Madje edhe një radio e famshme ndërkombëtare i kushtoi vëmendje, duke realizuar një bisedë të gjerë me të. Kjo tregonte se sa i madh ishte bërë emri i saj, se si ai kishte kaluar përtej kufive të njohur. Nexmia nuk ishte më thjesht një ill lokal, ajo ishte një artiste e njohur, e vlerësuar, e respektuar. Dhe gjithçka kishte nisur nga ajo vajzë e vogël që kishte guxuar të këndonte kur kjo ishte e ndaluar. Zëri i Nexmies kishte një fuci të veçantë, atë të bashkimit. Kudo ku jetonin shqiptar, në Kosovë, në Shqipëri, në trojet e tjera, njerëzit e dëgjonin dhe e ndjenin si të tyren. Këngët e saj bëheshin një gjuhë e përbashkët, një lidhje mes njerëzve që ndoshta jetonin larg njëri tjetrit, por që ndanin të njëjtën dashuri për atë zë. Ajo u bë në një farë mënyre një simbol i bashkimit, një zë që ka përcente kufijt që ndanin njerëzit, sepse muzika ka këtë fuci të mrekullueshme, të bashkojë atje ku gjërat e tjera ndajnë. Një këngë e bukur nuk njeh kufi, nuk njeh dallime. Ajo flet drejtë në zemër, në një gjuhë që të gjithë e kuptojnë. Vezëri i Nexmies ishte pikërisht një zë i tillë, që fliste në gjuhën universale të bukurisë, që prekte të gjithë ata që e dëgjonin. Kudo që shkonte, ajo mbillte dashuri, gëzim, një ndjenjë përkatësie. Ajo këndoi në shumë vende duke e çuar zërin e vet larg. Këndoi në Shqipëri ku u prit me krah të hapur. Këndoi në vende të ndryshme të rajonit dhe të Evropës, madje edhe në toka të largëta. Kudo publiku mahnitej nga ai zë i jashtëzakonshëm, edhe kur nuk e kuptonte gjuhën në të cilën këndonte. Sepse bukuria e vërtet nuk ka nevojë për përkthim. Ajo flet vet, drejt për drejt, në gjuhën e emocionit. Kjo aftësi për të kapërcyer kufijt, për të prekur zemra kudo, tregonte se sa i madh ishte talenti i saj. Nexmia nuk ishte thjesht një yll lokal, i njohur vetëm në vendin e vet. Ajo ishte një artiste e një kalibri të vërtet ndërkombëtar, një zë që do të kishte shkëlqyer në çdo skenë të botës. Dhe kjo e bënte krenarin jo vetëm të Kosovës, por të gjithë shqiptarëve, kudo që jetonin. Në një kohë ku shqiptarët ishin të ndarë nga kufi, kur jetonin në shtete të ndryshme larg njëri tjetrit, zëri i Nexmies ishte një nga fijet që i mbanin të lidhur. Kur ata dëgjonin këngët e saj, ndjenin se i përkisnin diçka e të përbashkët, një kulture, një tradite, një identiteti. Ajo këndonte këngët që njihnin të gjithë, në gjuhën që flisnin të gjithë, dhe kështu bëhej një simbol i asaj që i bashkonte, përtej çdo kufiri që i ndante. Kjo është fuqia e madhe e artit e kulturës. Ata mund të bashkojnë njerëz që politika e historia i kanë ndarë. Një këngë e bukur, një zë i dashur, mund të krijojë një ndjenjë përkatësie që kallon mbi çdo kufi. Dhe Nexmia, me zërin e vet, bëri pikërisht këtë. Ajo u bë një pikë takimi për shqiptarët kudo, një kujtim i përbashkët, një burim krenarie që të gjithë e ndanin. Zëri i saj ishte në një farë mënyre zëri i një kombi.
prandaj dashuria për të ishte kaq e gjerë, kaq e thellë. Ajo nuk ishte e dashur vetëm në një vend, në një krahin. Ajo ishte e dashur kudo ku jetonin shqiptar, sepse kudo njerëzit e ndjenin si të tyren. Këngët e saj dëgjoheshin në çdo shtëpi shqiptare, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Dhe kjo e bënte atë më shumë se një këngëtare. E bënte një simbol kombëtar, një figurë që përfaqësonte më të mirën e një populli. Dhe gjithë kjo, sërish, kishte nisur nga ajo vajzë e vogël që kishte guxuar të këndonte. Nga ai akt i parë guximi, nga ajo sfidë e parë ndaj tabuve, kishte lindur një karrierë që do të bashkonte një komb të tërë. Sa larg kishin shkuar gjërat nga i fillimi vështirë. Sa shumë kishte arritur ajo vajzë që dikur ishte gjykuar për guximin e vet, dhe sa borxh i madh i kishte kombi asaj gruaje të jashtëzakonshme. Në rrugtimin e saj artistik, Neçmia takoi edhe një njeri që do të luante një rol të rëndësishëm në jetën dhe në artin e saj. Ishte një muzikant e kompozitor i talentuar me emrin Resho Mulliçi. Ai ishte një nga figurat më të mëdha të muzikës në Kosovë, një pionier i vërtet, i pari që solli muzikën klasike të shkruar në ato treva. Ai ishte një krijues i madh, me një vizion artistik të thellë, me një dashuri të pafund për muzikën. Resho Mulliçi kishte një thënie që e përsëriste shpesh, se muzika ishte dashuria e tij e parë dhe e fundit. Dhe vërtet, gjithë jeta e tij ishte kushtuar muzikës. Ai ishte një pionier, i pari që solli në ato treva muzikën klasike të shkruar, i pari që kompozoi një simfoni, i pari që shkroi muzikë për film. Ai hapi rrugë të reja, ndërtoi themele mbi të cilat do të ngrihej muzika e mëvonshme. Ishte në fushën e vet, po aq pionier sa që ishte Neçmia në të sajen. Kur dy pionier të tillë takohen, kur dy shpirtra kaq të përkushtuar ndaj artit gjejnë njëri tjetrin, lind diçka e veçantë. Ata kuptonin njëri tjetrin në një nivel të thellë, ndanin të njëjtën dashuri, të njëjtin përkushtim. Dhe nga ai takim i dy talenteve, lindi jo vetëm një lidhje personale, por edhe një bashkëpunim artistik i jashtëzakonshëm. Ai kompozonte, ajo këndonte, dhe bashkë krijonin vepra që do të mbeteshin. Muzika që Mulliçi shkroi për Neçmien ishte e përshtatur në mënyrë të përsosur për zërin e saj. Ai njihte atë zë, e kuptonte, e dinte se çfarë mund të bënte. Dhe kështu, ai krijonte melodi që nxirrnin në pa gjithë bukurinë e tij, që i jepnin mundësi të shkëlqante. Ishte një bashkëpunim ku secili plotësonte tjetrin, ku talenti i njërit ushqente talentin e tjetrit. Dhe rezultati ishin këngë të pavdekshme, kryevepra që bashkonin gjeniun e kompozitorit me zërin e këngëtares. Edhe pse jeta më vonë ndau, kontributi që dhanë bashkë mbeti. Ata kishin krijuar diçka që do të mbijetonte, që do të mbetej pjesë e trashëgimisë kulturore të një kombi. Dhe në çdo notë të atyre këngëve, në çdo melodi, jeton edhe sot fryma e atij bashkëpunimi të jashtëzakonshëm, e atij takimi të dy shpirtrave të mdhenj që i dhanë muzikës shqiptare disa nga faqet e saj më të bukura. Resho Mulliçi u afro me këngëtaren e re të bukur, dhe mes tyre lindi një lidhje. Ai pa te Neçmia gjithçka që një krijues muzikor mund të ndërronte, bukurinë, sharmin dhe mbi të gjitha atë zë të jashtëzakonshëm. Dashuria mes tyre u rrit dhe ata u martuan. Nga ai bashkim lindi një djalë, Leonardi, i cili sot jeton në Zvicër me familjen e vet. Por nga ai bashkim lindi edhe diçka tjetër, diçka që do të mbetej e pavdekshme. Sepse Resho Mulliçi kompozoi për Neçmien një këngë që do të bëhej kryevepra e saj, gjevahiri i muzikës shqiptare. Ajo këngë quhej Baresha. Ishte një këngë e frymzuar nga bukuria e natyrës, nga figura e bareshës, simboli bukurisë femrore, e frymzuar ndoshta edhe nga vetë Neçmia. Me tekst të një poeti të njohur dhe me muzikën e Mulliçit, ajo këngë u bë diçka e jashtëzakonshme, një bashkim i përsosur i zërit dhe i melodisë. Baresha u bë më herë një sukses i madh. Ajo këngë, me koloraturën e saj të vështirë, me bukurinë e saj të rrallë, tregonte gjithë mjeshtërinë e Neçmies. Vetëm një zë, si i saj, mund ta këndonte atë këngë ashtu siç duhej, me gjithë ato lëvizje të vështira, me gjithë ato emocion. Ve ajo e këndoi në mënyrë të përsosur, duke e bërë atë këngë të pavdekshme. Baresha u bë e lidhur përgjithmonë me emrin e saj, aq sa vetë Neçmia filloi të quhej Baresha e këngës shqipe. Edhe pse me kalimin e kohës jeta i ndau rrugët e Neçmies dhe të Mulliçit, ajo këngë mbeti një lidhje e përjetshme mes tyre. Baresha ishte fruti i bashkimit të tyre artistik, i talentit të saj dhe i gjeniut të tij. Dhe ajo do të mbetej përgjithmonë si një dëshmi e asaj që dy shpirtra të talentuar mund të krijojnë bashkë. Sepse disa gjëra që lindin nga dashuria e nga arti, mbeten të pavdekshme edhe kur gjithçka tjetër ndryshon. Baresha nuk ishte thjesht një këngë. Ajo ishte një vepër arti e vërtet,
një bashkim i përsosur i disa talenteve. Kishte muzikën e mulliqit, të pasur, të thellë, të frymzuar nga bukuria e natyrës e nga tradita. Kishte tekstin poetik, plot imaze të bukura. Dhe kishte zërin e neshmisë, që i jepte jetë gjithçkaje, që e zhduronte atë vepër në diçka të gjallë, të prekshme, të pavdekshme. Bashk, këto elemente krijuan një kryevepër. Kënga kërkonte një mjeshtëri të jashtëzakonshme për të kënduar. Kishte pjesë me koloraturë të vështirë, me lëvizje të komplikuara të zërit, që vetëm një këngëtare e vërtet mund t'i përballonte. Veneshmia i këndoi ato me një lehtësi që fshishte gjithë vështirësinë e tyre. Ajo e bëri Bareshën të duke e natyshme, e rrjedhshme, edhe pse ishte një nga këngët më të vështira teknikisht. Kjo tregonte gjithë zotërimin e saj, gjithë atë formim që kishte fituar me kaq mund. Baresha u bë menjëherë dashur për publikun. Njerëzit e kërkonin, e këndonin, e mbanin në zemër. Ajo u bë simboli i zërit të neshmijës, aq sa vetë ajo filloi të quhej me emrin e asaj kënge. Dhe ndër vite, Baresha u bë një nga këngët më të njohura e më të dashura të gjithë muzikës shqiptare, një kryevepër që përfaqësonte më të mirën e artit muzikor. Ende sot kur dëgjohet ajo këngë, njerëzit ndalen të prekur nga bukuria e saj, sepse Baresha ka përceu kohën, siç bëjnë vetëm kryeveprat e vërteta. Ajo nuk i përket një brezi të vetëm, një epoke të vetme. Ajo flet për diçka të përjetshme, për bukurinë e natyrës, për shpirtin e njeriut, për vetë esencën e artit. Dhe pikërisht prandaj, ajo mbetet e freskët, e gjallë, e bukur, edhe pas kaq dekadash. Brezat vinë e ikin, koha kalon, por Baresha mbetet e pandryshuar në bukurinë e vet. Kjo këngë u bë një lloj simboli, jo vetëm i zërit të neshmijës, por i vetë muzikës shqiptare. Kur njerëzit mendojnë për më të bukurën që ka dhënë ajo muzikë, shpesh mendojnë për Bareshën. Ajo u bë një pikë referimi, një standard i cilësisë, një kryevepër me të cilën krahasohen të tjerat. Dhe të gjitha këto, fal takimit të një zëri të jashtëzakonshëm me një melodi të përsosur, fal asaj magjie që lind kur talenti takon talentin. Dhe kur mendojmë se ajo këngë, ai tesari muzikës shqiptare, u këndua nga një vajzë që dikur ishte gjykuar për guximin që kishte pasur për të kënduar, kuptojmë sërish sa e jashtëzakonshme ishte zhuga e neshmijës. Nga turpi që i vishej dikur këngës së një vajze, deri te kryevepra që mahniten dhe sot, kishte një distancë të madhe. Dhe ajo distancë u përshkua nga guximi, nga talenti, nga përkushtimi i një gruaje të jashtëzakonshme. Baresha pra nuk është thjesht një këngë e bukur. Ajo është dëshmia e një triumfi, e një guximi që u shpërblye, e një ëndre që u realizua. Sa herë dëgjojmë jo vetëm bukurinë e melodisë dhe të zërit, por edhe gjithë atë histori që qëndron pas saj. Dëgjojmë vajzën nga Pagarusha, guximin e saj, rrugën e saj të jashtëzakonshme. Dhe kjo e bën atë këngë edhe më të çmuar, edhe më të thellë, edhe më të bukur. Edhe pse i ta ndau më vonë rrugët e neshmijës dhe të mulliqit, ajo këngë mbeti një lidhje përjetshme mes tyre, sepse ata kishin krijuar bashk diçka që do të mbijetonte, diçka që do të mbetej edhe kur ata të mos ishin më. Baresha ishte fruti i takimit të dy talenteve të mëdha, dëshmia e asaj që mund të lindë kur gjeniu takon gjeniun. Dhe ajo do të mbetej përgjithmonë, si një monument i padukshëm i asaj bashkëpunie të jashtëzakonshme. Përveç Bareshës, Neçmia këndoi shumë këngë të tjera që u bën të dashura për publikun. Këndoi këngë populore, këngë qyteti, këngë të përpunuara nga bashkëshorti i saj e nga kompozitorë të tjerë. Secila prej tyre mbante vullën e zërit të saj të veçantë, atë cilësi që i bënte këngët e saj të dallueshme menjëherë, dhe të gjitha bashk formuan një tesar të vërtet, një trashëdimi muzikore që do të mbetej për brezat. Këngët e Neçmijës u bën pjesë e jetës së njerëzve. Ato dëgjoheshin në gëzime, në dasma, në çaste festive, por dëgjoheshin edhe në çaste më intime, kur dikush ishte vetëm me mendimet e veta, kur kërkonte ngushëllim a shoqëri. Zëri i saj shoqëronte njerëzit në momentet e ndryshme të jetës, bëhej pjesë e kujtimeve të tyre, lidhej me çastet më të bukura. Dhe kështu ngadalë, ajo hyri thellë në zemrën e një populli. Secila nga këngët e saj kishte diçka të veçantë, atë vull të papërsëritshme të zërit të saj. Kur dëgjoj një këngë të kënduar nga Neçmia, e njihej menjëherë se ishte ajo. Kishte diçka në mënyrën se si e këndonte, në ngrohtësinë, në emocionin, në cilësinë e zërit që e bënte të dallueshme. Dhe kjo është një dhuratë e rrallë, të kesh një zë kaq të veçantë sa të njihesh menjëherë, si një nënshkrim i padukshëm në çdo notë. Këngët e saj kalluan nga një brez në tjetrin. Prindrit që ishin rritur me zërin e Neçmijës u atreguan atë fëmijëve të vet, dhe ata fëmijë kur u rritën u atreguan fëmijëve të tyre.
Kështu, zëri I saj u bë një trashëgjimi familjare, e përcjell me dashuri nga një brez në tjetrin. Dhe kjo është një nga format më të bukura të pavdeksisë, të jetosh në kujtimet e brezave, të vazhdosh të prekësh zemra shumë kohë pasi je larguar. Sepse ashtu janë këngët e vërteta. Ato nuk vjetrohen, nuk harrohen. Ato mbeten të gjalla, të reja, të bukura, sa kohë që ka njerëz që I dëgjojnë dhe I duan. Dhe këngët e Neshmijes janë pikërisht të tilla, kryevepra që I rezistojnë kohës, që mbeten po aq të bukura sot sa ditën kur u kënduan për herë të parë. Ato janë dhurata e saj e përjetshme për popullin që e deshi, një tesar që do të vazhdojë të pasurojë shpirtrat për brezat që vijnë. Por Neshmija nuk ishte vetëm këndetare, ajo ishte edhe aktore, një artiste e plot që shprehej në disa forma. Ajo luajti në shfaqje teatrale dhe në filma, duke treguar se talenti I saj nuk kufizohej vetëm te kënga. Dhe edhe në aktrim ajo shkëlqeu, duke fituar çmime, duke treguar se ishte një artiste e vërtetë e shumanshme. Kjo shtonte edhe më shumë pasurinë e talentit të saj, gjerësinë e dhuratës që kishte marrë. Kështu, ngadalë me siguri, Neshmija u ngjit në majën e artit shqiptar. Ajo u bë mbretresha e padiskutueshme e këngës në Kosovë, zëri më I dashur, artistja më e vlerësuar. E quajtën Bilbili I Kosovës, këngëtarja e shekullit, dhe këto tituj nuk ishin thjesht fjalë. Ata pasqironin dashurinë e vërtetë që populli kishte për të, admirimin për zërin e saj të jashtëzakonshëm, respektin për gjithçka që kishte arritur. Kur mendojmë se ajo ishte edhe aktore, kuptojmë sa I gjerë ishte talenti I saj. Neshmija nuk u kufizua vetëm te kënga. Ajo shprehu veten edhe në skenën e teatrit, edhe në ekran, duke luajtur role që kërkonin një talent tjetër, atë të interpretimit dramatik. Ve edhe atë ajo shkëlqeu, duke fituar çmime, duke treguar se ishte një artiste e vërtetë e shumanshme që mund të shprehej në forma të ndryshme të artit. Kjo shumanshmëri tregonte thellësinë e talentit të saj, sepse jo çdo këngëtar mund të bëhet aktor, dhe jo çdo aktor mund të këndojë. Por Neshmija I kishte të duja dhundit, dhe I zhvilloi të duja me sukses. Ajo ishte një artiste në kuptimin më të plot të fjalës, dikush që e shihte botën me sy artisti dhe kërkonte ta shprehte atë vizion në çdo formë të mundshme. Kënda ishte dashuria e saj kryesore, por jo e vetmja. Dhe në gjithë këto arritje, në gjitha të lavdi, ajo mbeti gjithmonë e lidhur me zhënjet e veta. Neshmija nuk harroi kurse nga vinte, se ç'kishte kalluar për të arritur aty ku ishte. Ajo mbeti një grua e thjeshtë në zemër, edhe pse ishte bërë një yll I madh. Dhe kjo thjeshtësi, kjo lidhje me origjinën, e bënte edhe më të dashur për popullin. Sepse njerëzit ndjenin se ajo ishte një prej tyre, një bie e popullit që ishte ngjitur lart, pa harruar kurrë nga kishte ardhur. Kështu, Neshmija u bë jo vetëm një këngëtare e madhe, por një simbol, një institucion, një krenari kombëtare. E cuajten me tituj që tregonin dashurinë e respektin që kishte fituar. Por për te titujve, ishte dashuria e vërtetë e popullit ajo që kishte më shumë rëndësi. Dhe atë dashuri, Neshmija e kishte fituar plotësisht, me talentin e vet, me punën e vet, por mbi të gjitha, me guximin që kishte treguar që në fillim. Dhe kur mendojmë se e gjithë kjo lavdi kishte nisur nga ajo vajzë e vogël që kishte guxuar të këndonte, kur kjo ishte ndaluar, kuptojmë sa e jashtëzakonshme ishte rruga e saj. Ajo kishte tyer çdo barierë, kishte sfiduar një shoqëri të tërë dhe kishte dalë fitimtare. Nga një fshat I vogël I Kosovës, nga një botë që e gjykonte, ajo ishte ngjitur deri në majat më të larta të artit. Ishte një triumf I talentit, I punës, por mbi të gjitha I guximit. Ajo që e bën historinë e Neshmijës edhe më të rëndësishme, është se ajo nuk hapi rrugë vetëm për veten. Duke guxuar të këndonte kur kjo ishte ndaluar, duke sfiduar tabut e kohës, ajo hapi rrugën për të gjitha ato gra që do të vinin pas saj. Ajo tregoi se një grua mund të ishte artiste, mund të dilte në skenë, mund të bëhej e madhe, pa humbur dinjitetin, pa turpruar familjen. Ajo ndryshoi mentalitetin, ngadalë por sigurt, me çdo këngë që këndoi. Mendoni sa gra, sa vajza të reja, e pan Neshmijën dhe menduan se edhe ato mund të ndërronin. E pan atë mbi skenë, të nderuar, të dashur, të respektuar, dhe kuptuan se bota po ndryshonte, se edhe për to kishte një vend. Neshmija u bë një shembull, një frymëzim, një provë gjallë se barierat mund të tyheshin. Dhe kjo është ndoshta trashëgimia e saj më e madhe, jo vetëm këngët e bukura, por edhe rruga që hapi për gratë e tjera. Sepse pionierët paguajnë gjithmonë një çmim. Ata janë të parët që përballen me kundërshtimin, me gjykimin, me vështirësitë. Por duke I përballuar këto, ata hapin rrugën për ata që vinë pas, e bëjnë atë rrugë më të lehtë. Neshmija ishte një pioniere e tillë. Ajo pagoi çmimin e të qenit e para, e përballoi gjykimin dhe presionin, por duke e bërë këtë, ajo ndryshoi botën për brezat e ardhshëm. Dhe kjo është një arritje po aq e madhe sa çdo këngë që këndoi.
Është e vështirë të masësh ndikimin që pat Neçmia te gratë e brezit të vet dhe të brezave që erdhën, sepse çdo herë që një grua sheh një tjetër grua të arrijë diçka të madhe, të thyejë një barrierë, kjo i jep asaj shpresë, i tregon se edhe ajo mund të ndërojë. Dhe Neçmia ishte pikërisht një shembull i tillë, një provë e gjallë se një grua mund të bëjë artiste e madhe, e nderuar, e respektuar, pavarësisht tabuve të kohës. Duke qenë e para, duke hapur rrugën, ajo e bëri atë rrugë më të lehtë për ato që erdhën pas. Vajzat e reja që ndëronin të këndonin, të dilnin në skenë, të bëheshin artiste, tani kishin një shembull për të ndjekur. Ato mund të thoshin, ja, Neçmia e bëri, pra edhe unë mund ta bëj. Dhe kështu, ngadalë, mentaliteti ndryshoi, barrierat u thyen, bota u hap. Neçmia kishte qenë qelësi që hapi atë derë. Kjo është ndoshta trashëgimia e saj më e thellë përtej këngëve të bukura. Ajo nuk ndryshoi vetëm muzikën. Ajo ndihmoi të ndryshonte shoqërinë, mentalitetin, mënyrën se si shiheshin gratë. Ajo tregoi se një grua mund të kishte një zë, në kuptimin e vërtet dhe në atë figurativ. Se një grua mund të dilte nga hija, të shprehte veten, të bëhej e madhe. Dhe kjo është një dhuratë që ajo i bëri jo vetëm muzikës, por gjithë shoqërisë. Pionierët si Neçmia janë të rrallë të çmuar. Ata paguajnë çmimin e të qenit të parët, përballojnë kundërshtimin, hapin rrugë të reja. Dhe pastaj, ata që vinë pas, ecin në ato rrugë pa e ditur shpesh se sa vështirë ishte t'i hapja. Neçmia ishte një pioniere e tillë, një grua që hapi rrugë me guximin e vet. Dhe për këtë, ajo meriton të kujtohet jo vetëm si një zë i madh, por edhe si një hero i vërtet që ndryshoi botën me guximin e saj. Për 36 vjet, Neçmia këndoi, mahniti, frymëzoi. Karriera e saj ishte e gjatë e shkëlqyer, plot me suksese, me çmime, me dashurinë e një populli të tërë. Ajo dha gjithçka për artin e vet, u bë zëri i një kombi, krenaria e Kosovës. Dhe gjatë gjithë atyre viteve, ajo mbeti besnike ndaj asaj vajze të vogël që kishte guxuar të këndonte, ndaj atij guximi që i kishte quar kaq larg. Por pastaj në një çast, ajo mori një vendim që befasoi shumë njerëz. Në vitin 1984, në kulmin e famës së vet, Neçmia vendosi të jepte fund karrierës së saj si këngëtare aktive. Ajo shënoi këtë vendim me një koncert të madh në Sarajevo, një lamtumir madhështore për skenën që kishte dashur. Ishte një qas historik, fundi i një epoke, largjimi i një prej zërave më të mëdhenj që kishte pasur ndonjëherë muzika shqiptare. Shumë u pyetën pse një artiste kaq e madhe, kaq e dashur e ende në forcë do të linte skenën. Ndoshta ishte dëshira për të tërhequr në kulm, për të lënë një kujtim të përkryer, pa e parë kur zërin e vet të dobësohej. Ndoshta ishin arsye personale, familjare. Sido që të ishte, Neçmia zgjodhi të largohej ashtu siç kishte jetuar, me dinjitet, me elegancë, sipas vullnetit të vet. Ajo nuk lejoi askënd të vendoste për të, ajo vet vendosi kur të ndallonte. Ka një dinjitet të veçantë në këtë zgjedhje. Sepse shumë artistë vazhdojnë të dalin në skenë edhe kur zëri i tyre ka humbur fuqinë, edhe kur koha e tyre e artë ka kaluar. Ata nuk dinë të ndalen, të largohen në kohën e duhur. Dhe shpesh, kjo lë një kujtim të hidhur, të një ili që u zbe ngadalë para syve të publikut. Por Neçmia zgjodhi ndryshe. Ajo u largua në kulm, kur ende ishte e madhe, kur publiku ende adhuronte, duke lënë një kujtim të përkryer. Ishte një vendim i mençur, dëshmi e urtësisë së saj. Ajo e kuptonte se ishte më mirë të largohesh në kulm se sa të presesh rënjen, se ishte më mirë të lije publikun me mall se sa me zhgënjim. Dhe kështu, me atë koncert të madh lamtumire, ajo mbili një kapitull të shkëlqyer duke lënë atë të përsosur, të paprekur nga koha. Ata që e pan atë koncert të fundit, ruajtën përgjithmonë kujtimin e një ili në gjithë shkëlqimin e vet. Por largjimi nga skena nuk do të thoshte largjim nga muzika. Neçmia vazhdoi të jetonte për artin, edhe pse në një mënyrë tjetër. Ajo punoi si këshilltare në muzikë, duke ndarë përvojën e vet të pasur me brezat e rinj. Ajo ndihmoi të ruajë e të zhvillojë trashëgimia muzikore, duke dhënë kontributin e vet të çmuar. Sepse dashuria e saj për muzikën nuk ishte mbaruar. Ajo thjesht kishte marrë një formë tjetër, më të qetë, por po aq të thellë. Në rolin e saj si këshilltare, Neçmia ndau me brezat e rinj gjithë atë përvojë të pasur që kishte grëmbulluar ndër vite. Ajo kishte parë e jetuar aq shumë, kishte mësuar aq shumë për artin e këngës, sa kishte një tesar dijeje për të dhënë. Dhe ajo e dha atë me bujari, duke ndihmuar këngëtarët e rinj, duke i këshilluar, duke i frymëzuar. Sepse ajo e dinte se sa e vështirë ishte rruga e një artisti, dhe donte t'ua bënte më të lehtë atyre që vinin pas.
Kjo ishte një anë e bukur e karakterit të saj, kjo dëshirë për të dhënë, për të ndihmuar, për të përcjell. Shumë yje kur arrin majën, harojnë të tjerët, mendojnë vetëm për veten. Por Neçmia jo. Ajo mbante mend se sa e rëndësishme kishte qenë mbështetja që kishte marrë vetë nga babai i saj, nga ata që kishin besuar te ajo. Dhe tani, ajo donte të ishte ajo mbështetja për të tjerët, të ishte ura që i ndihmonte brezat e rinë të kallonin. Në këtë mënyrë, ndikimi i Neçmias vazhdoi edhe pas largjim të saj nga skena. Sepse ajo nuk la vetëm këndet e veta, por edhe frymëzimin që u dha të tjerëve, dijen që përcolli, rrugën që hapi. Shumë këngëtar të mëvonshëm mësuan diçka prej saj, drejt për drejt ose përmes rrëmbullit të saj. Dhe kështu, arti i saj vazhdoi të jetonte jo vetëm në këngët e regjistruara, por edhe në ata që i frymëzoi, në ata që ndoqën rrugën që ajo hapi. Kjo është ndoshta shenja e vërtetë e madhështisë, të mos mbyllesh në veten tënde, por të japësh, të ndihmosh, të ngresh të tjerët. Neçmia e bëri këtë me dinjitetin e vetë të zakonshëm, pa bujë, pa kërkuar njohje. Ajo thjesht dha, sepse kështu ishte natyra e saj, sepse e dinte se arti është një dhuratë që duhet ndarë, jo mbajtur për vete. Dhe kjo bujari, kjo zemgjersi, e bënte edhe më të madhe, jo vetëm si artiste, por edhe si njeri. Dhe ndoshta ky largjim i hershëm nga skena shtoi edhe më shumë aurën e legjendës rreth saj, sepse duke u tërhequr, ajo u bë disi më e largët, më misterioze, më e paarritshme. Kujtimi i zërit të saj mbeti gjallë, i idealizuar, i paprekur nga koha. Dhe publiku, që nuk e shihte më rregullisht, e mbajti në zemër si një thesar të çmuar, si një kujtim të bukur të një epoke të artë. Neçmia u bë kështu një legjendë gjallë, e nderuar nga larg, e dashur përgjithmonë. Pas asaj lamtumire, Neçmia u tërhoq nga skena. Ajo nuk këndoi më publikisht, të paktën jo si më parë. Zëri që kishte mahnitur një komb të tërë, heshti, të paktën para publikut të gjerë. Ajo vazhdoi të punonte në muzikë, si këshilltare, duke ndarë përvojën e vet të pasur, duke ndihmuar brezat e rinj. Por dritat e skenës, duartrokitjet, koncertet e mëdha i la pas. Ajo hyri në një kapitull të ri e më të qetë të jetës së vet. Vetëm një herë, shumë vite më vonë, ajo u kthye për një çast te kënga. Pas 16 vjetësh mungese nga skena, ajo këndoi sërish një këngë, duke u kujtuar të gjithëve se çfarë zëri të jashtëzakonshëm kishte. Ishte një çast i bukur, një dhuratë e vogël për publikun që kishte dashur aq shumë. Por ishte gjithashtu një përjashtim, një kthim i shkurtër, sepse Neçmia tashmë e kishte zgjedhur jetën e qetë larg dritave. Vitet e mvonshme të jetës së saj, Neçmia i kalloi më të tërhequra, larg vëmendjes së madhe që kishte pasur dikur. Ajo jetoi në Prishtinë, në një lagje të qytetit, e rrethuar nga kujtimet e një karriere të shkëlqyer. Jepte rrallë intervista, shfaqej rrallë në publik, por edhe në atë tërheqje, ajo mbeti gjithmonë e nderuar, gjithmonë e dashur. Populli nuk e harroi kur bilbilin e vet, zërin që kishte mahnitur breza të tërë. Edhe në ato vite të qeta, arti mbeti pjesë e saj. Ajo vazhdoi të mendonte për muzikën, të interesohej për të, madje edhe të punonte për projekte të veçanta. Në një intervistë rrallë, ajo tregoi se po punonte për një këngë kushtuar nënës, asaj që njihej kaq të shenjtë. Ajo tha se do të vazhdonte të përgjigjej projekteve të veçanta muzikore përderisa të kishte forcë, dhe se vetëm kur të mos mundej më, do të thoshte mjaft. Kjo tregonte se sa e thellë ishte dashuria e saj për muzikën, që e shoqëroi deri në fund. Neçmia kishte lënë edhe një dëshirë të fundit, një amanet prekës që zbulonte shpirtin e saj delikat. Ajo kishte shkruar, shumë vite para vdekjes, se çfarë donte të ndodhte kur të mos ishte më. Kishte kërkuar që në natën kur të ndahej nga jeta, pranë saj të vihej një disk me muzikë të një këngëtari që e vlerësonte. Ishte një dëshirë e vogël, por kaq domethënëse që tregonte se sa thellë donte muzikën, se si ajo donte të shoqërohej nga kënga edhe në çastin e fundit. Ky amanet na tregon shumë për të. Për një grua që gjithë jetën e kishte kushtuar muzikës, ishte e natyrshme që edhe në fund të donte të ishte e rrethuar nga kënga. Muzika kishte qenë dashuria e jetës së saj, gjuha e shpirtit të saj, mënyra e saj për të komunikuar me botën. Dhe ajo donte që kjo dashuri ta shoqëronte deri në çastin e fundit, e madje edhe për te tij. Ishte një dëshirë e bukur, poetike, e denjë për një artiste të vërtetë. Ky amanet, kjo dëshirë e fundit, na zbulon shpirtin e vërtetë të Neçmies. Sepse ajo mund të kishte kërkuar shumë gjëra, por ajo kërkoi vetëm një gjë të thjeshtë, të ishte e rrethuar nga muzika edhe në çastin e fundit. Kjo tregon se sa thellë ishte muzika pjesë e qenies së saj, se si ajo ishte gëshetuar me vetë shpirtin e saj. Për Neçmien, muzika nuk ishte thjesht një profesion, një mënyrë për të fituar famë a para. Ishte vetë kuptimi i jetës së saj.
Dhe ka diçka prekse në mendimin se një grua që kishte duruar gjithë jetën muzikë, që kishte mahnitur miliona me zërin e vet, kërkonte tani vetëm një këngë për ta shoqëruar në udhëtimin e fundit. Ishte sikur ajo donte të mbyllte rretin, të ikte ashtu siç kishte jetuar, e rrethuar nga bukuria e muzikës. Një dëshirë kaq e thjeshtë, por kaq e thellë, që tregonte një shpirt të pasur, të ndjeshëm, të përkushtuar ndaj artit deri në fund. Në ato vite të fundit, Neçmia jetoi me dinjitetin që kishte karakterizuar gjithmonë. Ajo ishte tashmë një figurë e nderuar, një legjendë gjallë, e respektuar nga të gjithë. Njerëzit e kujtonin me dashuri, e vlerësonin për gjithçka që kishte dhënë, dhe ajo nga ana e saj ruante atë qetësi, atë hijeshi, atë forcë të brendshme që i kishte shoqëruar gjithë jetën. Ajo ishte bërë e urtë me vitet, e pjekur, e qetë, e rrethuar nga kujtimet e një jete të pasur. Edhe pse e tërhequr, ajo nuk u harrua kurrë. Populli mbante gjallë kujtimin e saj, këngët e saj vazhdonin të dëgjoheshin, emri i saj përmendej gjithmonë me respekt e dashuri. Ajo ishte bërë pjesë e identitetit kombëtar, një simbol i asaj që mund të arrijë talenti ku shoqërohet me guxim. Dhe kjo pozitë, ky nderim, do ta shoqëronte deri në fund, e madje edhe për te ti, në kujtesën e brezave që do të vinin. Vitet kaluan, dhe Neçmia u plak me dinjitetin që e kishte karakterizuar gjithmonë. Ajo kishte jetuar një jetë të pasur, të mbushur me art, me sukses, me dashurinë e një populli. Kishte tujer bariera, kishte hapur rrugë, kishte lënë një trashëgimi të pavdekshme. Ve tani, në vitet e fundit, ajo shionte qetësinë e një jete të përmbushur, e nderuar nga të gjithë, e dashur nga një komb i tërë. Nderimet vazhduan të vinin edhe në ato vite. Ju dha titulli më i lartë që mund të marrë një artist shqiptar, nderi i kombit, nga presidenti i Shqipërisë. Ju dan dekorata të tjera, vlerësime, homazhe. Të gjitha këto ishin një njohje e vonuar por e merituar e gjithçkaja që kishte vënë, e gjithë asaj rrugë të jashtëzakonshme që kishte bërë nga një fshat i vogël i Kosovës deri në majat e artit shqiptar. Por koha, e pamshirshme siç është gjithmonë, soli me vete edhe sprovën e fundit. Në vitet e fundit të jetës, shëndeti i Neçmies nisi të lëkundej. Erdhi një sëmundje që kërkonte gjithë forcën e saj, dhe ajo e përballoi këtë sprovë ashtu siç kishte përballuar gjithçka në jetë, me dinjitet, me qetësi, me atë forcë të brendshme që e kishte karakterizuar gjithmonë. Sepse ajo vajza që dikur kishte sfiduar një botë të tërë, kishte një forcë shpirtërore që nuk e braktisi kurrë. Ajo forcë që e kishte shoqëruar gjithë jetën, ishte tani ngushëllimi i saj në sprovën e fundit. Sepse një njeri që ka përballuar kaq shumë, që ka sfiduar një shoqëri, që ka tyer bariera, ka ndërtuar një forcë të brendshme që nuk tujet lehtë. Dhe Neçmia e kishte këtë forcë, të dvendur nga një jetë e tërë për baljesh e triumfesh. Ajo e priti sëmundjen jo me frikë me dëshpërim, por me atë qetësi dinjitoze që vjen nga një shpirt i fortë. Ata që ishin pranë ato qaste pa një grua që përbalej me fundin me krenari. Ajo nuk u ligështua, nuk u thye. Mbajti deri në fund atë dinjitet që e kishte karakterizuar gjithmonë, atë hijeshi që e bënte të veçantë. Sepse dinjiteti i vërtet provohet pikrisht në çastet e vështira. Dhe atje Neçmia tregoi se ishte po aq e madhe si njeri sa që ishte si artiste. Ajo u përball me sprovën e fundit ashtu siç kishte jetuar, me forcë, me qetësi, me dinjitet. Dhe ndoshta, në ato çaste, ajo kujtonte gjithë rrugën që kishte bërë. Kujtonte vajzën e vogël nda pagarusha që guxoi të ndëronte. Kujtonte babain që e mbështeti, radion ku këndoi për herë të parë, gjithë ato bariera që theu. Kujtonte lavdin, dashurinë e popullit, gjithë ato këngë të bukura. Një jetë e tërë, e pasur, e mbushur me arte me arritje, që kallonte tani para syve të saj si një film i gjatë e i bukur. Vendoshta në ato kujtime, ajo gjeti paqe. Sepse ajo kishte jetuar një jetë të plotë, kishte realizuar ëndrrën e vet, kishte lënë një gjurmë të pashlijeshme. Ajo nuk kishte asgjë për të penduar, asnjë ëndër të pajetuar. Kishte guxuar, kishte luftuar, kishte fituar. Ve tani në fund mund të prehej e qetë, duke ditur se kishte jetuar ashtu siç kishte dashur, besnike ndaj vetes deri në fund. Dhe erdhi ai çast që të gjithë e druanin. Në një ditë shkurtit të vitit 2020, në orët e para të mëngjesit, në moshën 86 vjeçare, Neçmia e Pagarusha u nda nga jeta. Zëri më i bukur që kishte pasur ndonjëherë, Kosova u shua përgjithmonë. Bilbili i muzikës shqipe heshti, duke lënë pas një zbrazëti të madhe, por edhe një trashëgimi të pasur që do të jetonte përgjithmonë. Lajmi i vdekjes së saj u përhapsi një valë ftohtë mbi gjithë trojës shqiptare. Nga Kosova në Shqipëri, kudo ku jetonin shqiptar, njerëzit u ndallën të vajtonin humbjen e zërit të vetë më të dashur. Artist, koleg, njerëz të thjesht,
të gjithë ndanë të njëjtën dhimbje. Kishin humbur një legjend, një grua që kishte dhuruar aq shumë bukuri që kishte qenë krenaria e një kombi të tërë. Nga çdo anë erdhën fjalë nderimi e dhimbjeje. Ata që e njihnin, ata që e kishin dëgjuar, ata që ishin rritur me këngët e saj, të gjithë shprehen mallin e dhimbjen. Një kompozitor tha se arti i saj ishte i pavdekshëm, sepse ajo jetonte tashmë në kujtesën e çdo shqiptari. Dhe ky ishte një ngushëllim në gjitha të dhimbje, dijenia se Neshmia kishte lënë pas diçka që nuk vdiste, këngët e saj, zërin e saj, trashëgiminë e saj. Sepse ashtu është me artistët e vërtet, ata nuk ikin plotësisht, një pjesë e tyre mbetet e gjallë në veprat që na lanë. Dhe Neshmia na la një thesar të tërë këngësh, të cilat do të vazhdojnë të dëgjohen, të këndohen, të donen nga brezat që vijnë. Baresha dhe gjithë ato këngë të tjera të bukura do të mbeten të gjalla, duke mbajtur gjallë edhe kujtimin e asaj gruaje të jashtëzakonshme që i këndoi. Në ditët që pasuan vdekjen e saj, gjithë bota shqiptare u bashkua në një dhimbje të përbashkët. Nga Prishtina në Tiranë, nga çdo cep ku jetonin shqiptar, njerëzit ndan mallin e humbjes. Radio dhe televizionet transmetuan këngët e saj sikur donin ta mbanin edhe një herë gjallë atë zë të jashtëzakonshëm. Dhe në shumë shtëpi, njerëzit u ullën të dëgjonin Bareshën me lot në sy, duke kujtuar gruan që kishte dhuruar aq shumë bukuri. Figurat më të njohura të artit dhe të kulturës shprehen dhimbjen e tyre. Të gjithë ranë dakord për një gjë, se kishte ikur një nga më të mëdhat, një legjendë vërtet, një zë që lind vetëm një herë në shumë breza. Ata kujtuan jo vetëm këngëtaren, por edhe gruan, me dinjitetin e saj, me hijeshinë e saj, me forcën e saj. Kujtuan gjithçka që kishte përfaqësuar, gjitha të rrugë të jashtëzakonshme që kishte bërë. Edhe udhëheqësit e vendeve shqiptare shprehen ngushëllimet e tyre, duke e quajtur atë një zë e një zonjë të rrallë, një humbje të madhe për kombin. Sepse Neshmia nuk i përkiste vetëm familjes së vet, vetëm qytetit të vet. Ajo i përkiste gjithë kombit, ishte një pasuri kombëtare, një krenarie për bashkët. Dhe humbja e saj ishte një humbje për të gjithë, një çast zije për gjithë artin e kulturën shqiptare. Por mes gjithë asaj dhimbjeje kishte edhe një ndjenjë mirënjohje. Mirënjohje për gjithçka që ajo kishte dhënë, për gjithë ato vite kur kishte mahnitur me zërin e vet, për gjithë ato këngë të bukura që na kishte lënë. Sepse një jetë si e saja, e kushtuar tërësisht artit, meriton jo vetëm lot, por edhe falënderim. Dhe populli, duke e vajtuar, e falënderoi njëkohësisht për dhuratën e madhe që i kishte bërë, dhuratën e një zëri të pavdekshëm. Kur mendojmë sot për Neshmije Pagarushën, duhet ta kujtojmë jo vetëm si këngëtaren e madhe, por edhe si vajzën guximtare që hapi rrugë. Duhet të kujtojmë atë çast kur ende gati fëmijë, ajo guxoi të këndonte kur kjo ishte ndaluar. Duhet të kujtojmë guximin e saj, vendosmërinë e saj, forcën me të cilën sfidoi një shoqëri të tërë, sepse pa atë guxim nuk do të kishte pasur asnjë nga këngët e bukura që na la. Duhet ta ndalemi një çast te ky mendim, sepse ai është zemra e gjithë historisë. Ne sot i shijojmë këngët e Neshmijes si diçka e natyrshme, e dhënë, por asgjë nga kjo nuk do të kishte ekzistuar, po të mos kishte pasur ajo guximin për të kënduar. Po të ishte përkullur para presionit, po ta kishte lënë shoqërinë t'i ambiste zërin, ne kurrë nuk do ta kishim dëgjuar atë zë të jashtëzakonshëm. Baresha kurrë nuk do të ishte kënduar, gjithë ai thesar kurrë nuk do të kishte lindur. Kjo na tregon se sa e çmuar është guximi, dhe sa shumë humbet bota kur ai mungon. Sa zëra të bukur janë heshtur në histori, sepse nuk patën guximin, ose sepse bota rreth tyre i shtyp. Sa talente janë humbur, sa ëndra janë vrarë, nga frika, nga presioni, nga mungesa e mbështetjes. Neshmia mund të kishte qenë një prej tyre, por ajo zgjodhi guximin dhe kështu na dhuroi një thesar që përndryshe nuk do të kishte ekzistuar. Prandaj kur e kujtojmë, duhet të kujtojmë jo vetëm bukurinë e zërit të saj, por edhe guximin që e bëri të mundur atë bukuri. Sepse pa guxim, talenti mbetet i pashprehur si një thesar i groposur që askush nuk e sheh. Neshmia pati guximin ta nxirrte thesarin e vet në dritë, ta ndante me botën pavarësisht çmimit. Dhe për këtë, ne i jemi përgjithmonë borxhlinj. Është një mësim që vlen për të gjithë ne, sepse secili prej nesh ka ndoshta një dhuratë, një ëndër, diçka që digjet brenda. Por sa prej nesh kemi guximin ta ndjekim, ta shprehim pavarësisht se çfarë thot bota. Neshmia na tregon rrugën. Ajo na tregon se guximi shpërblehet, se ëndrat meritojnë të ndiqen, se bota ka nevojë për ata që guxojnë të jenë vetvetja. Dhe kjo është ndoshta dhurata e saj më e çmuar për ne, jo vetëm këngët, por edhe kjo mësim guximi. Historia e saj na mëson shumë. Na mëson se talenti pa guxim mbetet i pashprehur, se ëndrat kërkojnë forcë për t'u realizuar.
Na mëson se barierat, sado të forta të duken, mund të thyen nga ata që kanë guximin të provojnë. Dhe na mëson se ndonjëherë, duke ndjekur ëndrrën tonë, duke sfiduar atë që të tjerët tonë se është e pamundur, ne nuk hapim rrugë vetëm për veten, por edhe për të gjithë ata që vinë pas nesh. Kjo është ndoshta mësimi më i çmuar që na lë jeta e neshmijës. Se guximi i një njeriu të vetëm mund të ndryshojë botën. Se kur dikush guxon të tjejë një barierë, ai e bën atë barierë më të lehtë për të thyer nga të tjerët. Neshmija nuk mendonte ndoshta, atëherë kur ishte një vajzë e re që guxonte të këndonte, se po bënte diçka historike. Aho thjesht ndikte ëndrrën e vet. Por duke e ndjekur, ajo hapi një rrugë që shumë të tjera do ta ndiqnin pas saj. Sa shumë vajza të reja ndër vite u frymzuan nga shembulli i saj. Sa shumë ndëruan të bëheshin si ajo, të këndonin, të shpreheshin, të ishin të lira. Nechmia u tregoi atyre se ishte e mundur, se ëndrat mund të realizoheshin, se barierat mund të tyeshin. Dhe kështu, ajo u bë jo vetëm një këngëtare e madhe, por edhe një frymzim, një dritë që ndriçoi rrugën për breza të tërë grash. Dhe ky ndikim, kjo trashëgimi, është ndoshta më e madhe se çdo këngë, se çdo çmim, se çdo titull. Sepse këngët, sado të bukura, prekin veshën dhe zemrën. Por një shembull i tillë, guximi prek diçka edhe më të thellë, prek vetë mënyrën se si njerëzit mendojnë, se si ndërrojnë, se si jetojnë. Nechmia ndryshoi jo vetëm muzikën, por edhe mentalitetin edhe shoqërinë. Dhe kjo është një trashëgimi që do të zgjas sa kohë të ketë njerëz që ndërrojnë të jenë të lirë. Prandaj, kur kujtojmë Neshmije Pagarushën, le ta kujtojmë në gjithë madhështinë e saj. Jo vetëm si zërin e bukur, si mbretreshën e këngës, por edhe si vajzën guximtare, si pioniren, si gruan që sfidoi një botë dhe fitoi. Sepse kjo është historia e saj e vërtet. Historia e një guximi që u zhdërua në legjendë, e një ëndre që u bë realitet, e një vajze të vogël që ndryshoi botën me zërin e vet. Neshmije Pagarusha ishte një zë i madh, një nga më të mëdhenjt, por ajo ishte edhe një grua e guximshme, një pioniere, një frymzim. Ajo mori një dhuratë nga qielli dhe pati guximin ta shprehte atë dhuratë kundër një bote që i thoshte jo. Dhe duke e bërë këtë, ajo u bë e pavdekshme, jo vetëm përmes këngëve të saj, por edhe përmes shembullit që la, përmes rrugës që hapi. Dhe kur dëgjojmë sot zërin e saj, kur ajo baresha e bukur mbush përsëri dhomat tona, le të kujtojmë gjithë atë histori. Le të kujtojmë vajzën nga Pagarusha që guxoi të ndërronte, gruan që sfidoi një shoqëri të tërë, artisten që u bë mbretresha e këngës. Sepse zëri i saj nuk ishte thjesht i bukur. Ai ishte zëri i guximit, i lirisë, i një shpirti që nuk pranoi kurrë të heshte. Dhe ai zë, ajo histori, do të mbeten të gjalla përgjithmonë në zemrat tona. Sepse ka njerëz që kalojnë nëpër jetë pa lënë gjurmë, dhe ka të tjerë që ndryshojnë botën përgjithmonë. Nechmia i përkiste llojit të dytë. Ajo nuk ishte thjesht një këngëtare që dëfreu publikun për një kohë. Ajo ishte një forcë që ndryshoi diçka, që hapi rrugë, që la një trashëgimi të përhershme. Dhe njerëz të tillë nuk vdesin vërtet kurrë, sepse ajo që kanë krijuar, ajo që kanë ndryshuar, mbetet gjatë pas tyre. Kur një vajzë e re sot këndon lirshëm, pa frikë nga gjykimi, ajo ndoshta nuk e di se sa borxh që ka njerëzve si Nechmia. Kur një grua ndjek ëndrrën e vet, kur shprehet lirisht, kur del në sken me krenari, ajo ecën në një rrugë që dikush e hapi për të, me mund e me sakrificë. Dhe Nechmia ishte një nga ato që e hapën atë rrugë, një nga pionierët që bën të mundur lirin që sot merret e miqçen. Prandaj kujtimi i saj është i shenjtë. Jo vetëm sepse na vë këngë të bukura, sa do të mrekullueshme që janë ato, por sepse na tregoj se çfarë do të thotë të kesh guxim, të ndjekësh ëndrrën tënde, të sfidosh atë që duket e pamundur. Ajo na la një shembull që do të frymëzojë gjithmonë, një dëshmi se një njeri i vetëm, me guxim e vendosmëri, mund të ndryshojë botën. Dhe kështu, ndërsa dëgjojmë sot zërin e saj të pavdekshëm, ndërsa baresha mbush përsëri dhomat tona me bukurinë e vet, le të kujtojmë gjithë atë histori. Le të kujtojmë vajzën nga Pagarusha që guxoi të ndëronte kur bota i thoshte jo. Le të kujtojmë gruan që sfidoi tabut, që theu barierat, që u bë mbretresha e këngës. Sepse historia e saj nuk është vetëm historia e një zëri të bukur. Është historia e guximit njerëzor, e forcës së shpirtit, e asaj që mund të arrijë njeriu kur nuk pranon të dorëzohet. Dhe kjo histori do të mbetet e gjallë si këngët e saj përgjithmonë.